knatësia. Ndoshta ilaçi yt nuk është larg. Ndoshta është shumë afër. Shumë më afër se sa që ti mundesh me mendu. Shpesh e kërkojmë larg. Duke mendu se lumturia e shërimi vijnë prej qyteteve të mëdha e të larta. Duke mendu se lumturia vjen prej udhëtimeve të shtrejta, prej vendeve ku syt na shkëlqejnë. Por Allahu me urtësi të madhe na mëson diçka tjetër, ama diçka tjetër. Shpesh mjafton me I kthy syt brenda vetës, me u qetësu me shpirt, me qetësu zemrën, me pa pranin e Allahut aty ku jemi, si që tha Allahu profetit Ejub a.s. Bjeri tokës me kom. Aty ka ujë të ftoft, për me u la e për me pi. Ky ajet është në surën Sad, ajeti 42. Ilaçi shpesh gjendet aty ku e presim ma pak. Por zemra duhet mu kone gatshme me pa, me pranu. S'ka be nevoj me fluturu, hajden Vjen, hajden Paris, hajden Stambol. Ilaçi yt mundet mu kon të shtëpia jote. Si ore kjo? Po mjafton ndonjëherë një buzëqeshje e vogël. Mjafton një lutje sinqert. Mjafton një moment I qetë kur shpirti jot merr frym. Veç duhet me rezervu zemrën për një udhëtim. Ku me bo atë udhëtim? Stambol në Vjen? Jo, udhëtim drejt qytetit të kënaqësisë. Udhëtim drejt qytetit të qetësisë. Udhëtim drejt qytetit të durimit, besimit. Këtu? Nëse ti je I kënaqur me Allahun, pasha Allahun, Allahu ka mu kon I kënaqur me ty. Një kjo është. Kjo është një çelësi mall shpirtnor. Pasha Allahun kënaqësia nuk vjen vetëm kur largohet dhimbjet. Por kënaqësia vjen edhe kur e pranon ti realitetin. Jeta është e bukur edhe me dhimbje. Kur I beson ti planit të Allahut, urtësisë së tij, kur ti e kupton se çdo gjë që ndodh vjen prej mëshirës, rahmetit të madh të Allahut. Thuje me shpirt. Siç na mësoi profeti pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jam I kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin për fe dhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber. Thuaj këto ngadal. Thuaj këto me zemër të ngrohtë. Let marrë frym shpirti jot natë kënaqësi duke e thonë, jam I kënaqur me Allahun për Zot. Le ta shijoj shpirti jot ëmbëlsinë e kësaj fjalie, kësaj duaje, këtij dhikri, kur zemra lidhet me kënaqësinë e Allahut. Edhe gjanat më të vogla në pamje, edhe një përqafim, një fjalë e mirë, një buzëqeshje e ëmbël, shndrohet në dritë nur, kalon në paqe, kalon dhe bëhet qetësi e thellë e jotja shpirtërore. Shiko trupin tënd. Do me pa shenjat e shërimit që fillojnë me u gjallëru me lejen e Allahut. Çdo frym që merr, çdo ndjesi e vogël, është shenjë e pranisë së tij Allahut. Ngriti durt. Përmende emrin e Allahut e shafi shëruesi. Pash Zotin, mos e nën vlerëso fuqinë e lutjes duas tënde.
Lutju bir Allahut me gjithë zemër e me gjithë shpirt. Edhe kur dhimbja duket e pamposhtën, lutja e sinqert, kënaqësia me Zotin tënd e ndezin një dritë në zemër. Një dritë që kurrë nuk shuhet. Kjo dritë, ky nur, e bën çdo vështirësi të përballueshme. Kjo dritë e bën çdo ditë të vlefshme. Kjo dritë të tërheq kafshërimi, sepse e shafi Allahu është ai që shëron trupin dhe shpirtin. Allahu është e shafi shëruesi i cili i përgjigjet zemrave që i luten. I përgjigjet zemrave që i dorëzohen mëshirës së Allahut. Kur zemra beson. Kur zemra falenderon. Kur shpirti është mirënjohës, edhe gjymtyrt, edhe mendimet, edhe ndjenjat mbushen me shenja të shërimit. Ky është udhëtimi yt. Jo vetëm largimi i sëmundjes, por kthimi i shpirtit ton në paqe, në kënaqësi, në besim të thellë. Ky është shërimi i vërtetë.